Mendoj që zotja Sula është dashi kurban i Sali Berishës në këtë zgjedhje, sepse ai është shembulli tipik se si u tradhtuan primarët në Partinë Demokratike, është shembulli tipik sidomos në qarkun Tiranë si Sali Berisha e tradhtoi anëtarësinë, të cilës ta do ta caktoni ju kush do të kandidat për deputet, dhe në fakt sidomos në Tiranë tipikisht nuk e reflektoi atë që anëtarësia i tha, dhe lista kryesisht e Tiranës mban era myk. Po pse bëri primaret kur kishte në mend mos i respektonte ato? Unë nuk e di pse i bëri, kam përshtypjen që ishte në kurthin e vet, kishte premtuar demokratëve gjatë rithemelimit që unë nuk do vendos më siç bënte Lulzim Basha, unë tani jam ndryshe, nuk e marr që kam qenë, dhe unë do ju jap ju primaret për të caktuar ju kush do të jetë parlamenti ju i ri ose kush do të jenë kryetarët e bashkisë. Pastaj Berisha do të ruat i bënte primaret kur asnjë nga po themi kupola e PD-s sot nuk ishte dakord për primaret për shkak se primaret nuk mund të reflektoheshin.